Situata e sigurisë në Ballkan është seriozisht e lëkundur, deklaroi presidenti serb Aleksandar Vučić, që në pohimin e bërë gjatë një mbledhjeje të qeverisë, përmendi në mënyrë të veçantë gjendjen në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Diskutuam edhe për të gjitha aspektet e protestës së paralajmëruar më 15 mars, shkroi ai në Instagram, teksa më herët ishte shprehur se në tubimin dhe blokadën e paralajmëruar nga studentët në Beograd në mesin e muajit, pret që opozita të nisë një dhunë të madhe, tubimet masive të organizuara deri më tani nga studentët në disa qytete të mëdha në Serbi, duke kërkuar përgjegjësi për vdekjen e 15 personave nga shembja e strehës së stacionit hekurudhor në Novi Sad, kanë qenë paqësore dhe nuk janë shënuar incidente, por kjo nuk e pengoi Vučićin të paralajmëronte më të keqen dhe të fajsonte protestat edhe për problemet ekonomike. U ndalën mes të tjerash edhe tek gjendja e ekonomisë në dritën e protestave aktuale, si dhe dëmi që kanë shkaktuar këto ngjarje, i cili reflektohet në uljen e investimeve dhe sfidat të tjera për ekonominë, theksoi kreu i shtetit serb. Me blokadat dhe protestat disa mujore, studentët dhe qytetarët që i mbështesin ata po kërkojnë publikimin e të gjithë dokumentacionit mbi rindërtimin e stacionit hekurudhor të Novi Sadit për të përcaktuar përgjegjësinë për tragjedinë, ndjekjen penale të personave që kanë sulmuar pjesëmarrësit në protesta, si dhe ndërprerjen e procedurave gjyqësore të nisura ndaj të arrestuarve në demonstrata.